Përshëndetje të dashur miq të mi. Fillimisht një herë uroj që t'jeni mirë, të keni nisur një ditë pozitive, një ditë me energji në këto ditë të ngrohta të verës. Unë me patjetër, edhe pse jam larg Shqipërisë, me patjetër që nuk do të ndaloj së sjelluri analizat e mia, komentet e mia rreth ngjarjeve më të fundit që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar, por edhe në Ferma VIP. Ferma VIP këtë vit siç duket po na surprizon dita ditës. Natën e sonte është Prime, një nga Primet më të nxehta, një nga Primet më dinamike, një nga Primet më të zjarrta. Një televotim i hapur që nga Prime i kaluar për finalistin e parë, ku në betejë janë Mimoza Ahmeti dhe Romiri. Por para se të komentoj finalistin dhe kush do t'jetë finalisti i parë, që realisht është e turpshme që ta komentoj, por ka ca hipoteza, bëjmë ca analiza që edhe mund të ndryshojnë gjërat në interes të produksionit. Nata e sonme pritet të jetë një natë shumë dinamike. Në shtëpi tashmë kanë mbetur shumë pak fermer. Do me thënë jemi një javë para javës së fundit, një javë para javës finale. Në këtë të hënë dhe të premten në puntatën e radhës të Ferma VIP do të përzidhen finalistët, që sonte do të përzidhet një finalist dhe ka shanse që brënda natës të hapet një televotim për finalistin e dytë dhe më pas të premte një finalist dhe të hënën shkojnë dy finalistët e mbetur, që do me thënë nënkupton do t'jetë numri 5 i finalistëve që do të ngjiten në podiumin kryesor, ku dy prej tyre tashmë do të largohen nga Ferma VIP. Pyetja që në skenar është shkruar dhe është drejtuar kundër drejt publikut është kjo: kush mendoni se do t'jetë finalisti i parë? Shikoj që ka filluar një iritim i madh tek publiku shqiptar, të cilët normalisht me gishtin në kokë pyesin si mund të drejtohet produksioni me kush do të jetë finalisti i parë. Dihet që Mimoza do të jetë finalistja e parë, sepse unë nga informacionet që kam deri më tani nga burime të sigurta pranë produksionit të Vision Plus, do me thënë, e thash edhe dje po e them dhe sot, 99.9% të votave janë adresuar krejt kundër drejt Mimozës. Do me thënë, Mimoza ka një dashuri të jashtëzakonshme jashtë, njerëzit e duan pafund dhe me patjetër që sonte do ta nxjerrin finaliste. Tani kam patur nga ato pyetje që më janë adresuar duke më pyetur Tiron, si mendon? Mendon ti që Mimoza mund të jetë një personazh që mund të shkojë e treta, e katërta, e pesta në finale vetëm për shkakun se produksioni dëshiron që t'ja merr votat Mimozës, jo që nuk do shkojë në finale. Tani, nëse produksioni sonte do dëshiron ta çon Romirin, nuk do ta çon Mozën në finale, po nëse ti do t'jesh në një përballje me Mozën, ja për shembull siç është Romiri në një përballje me Mozën, dhe ti nuk shkon në finale dhe shkon Romiri, do me thënë nuk shkon Moza dhe shkon Romiri, produksioni nuk mundet dot që ta bën televizjen, sepse më e ka të dukshme korrupsionin. Me thënë e ka të dukshme interesin për ta çuar Romirin në finale. Unë them që me strategjinë që përdori Iliri, i cili vrau mendjen, tha që kujdes, unë po dal shumë keq. Unë po komentohem shumë keq jashtë, jam i bindur për këtë gjën, sepse unë i kam kthyer shpinën gjës më të çmuar që ka patur Ferma Mimozës. Duhet me patjetër që të bëj një lëvizje ndryshe që unë ta laj veten time. Dhe në këtë rast, Iliri e bëri këtë lëvizje duke ja dhënë votën Mimozës që ta përzgjedhën Mimozën për finalistin e parë, dhe Mimoza me Romirin shkuan si finalist të parë, do me thënë si kandidat për finalist. Dhe tani çfarë ndodh? Tani ndodh kjo gjëja që në një rast produksioni nuk mundet do ta çon Romirin në këtë përballje. Në rastin tjetër, Mimoza sonte shpallet finalistja e parë, sepse të gjithë publikun e ka anash dhe sonte pritet që shikueshmëria të jetë më e lartë se çdo prem tjetër për ta përjetuar momentin se si do ta përjeton Mimoza finalen, dhe për këtë gjë do me thënë produksionit i luajtën
situatat, por unë mendoj që sonte produksioni nuk do të bën lojra, Mimoza shkon e para në finale. Tani, çfarë ambienti do të jetë përgatitur? Nuk do të jetë përgatitur ndonjë ambient wow për finalistin e parë, do të thonë do të jetë komunikimi pothuajse i njëjtë, siç ka qenë me momentin kur Arbana ka komunikuar një eliminim. Ndoshta ambienti ku do të shpallet finalisti i parë do të jetë një ambient pak më i kuruar, do të thonë më i bukur, më me detaje dhe do të jetë jashta Plevicës, aty ku zakonisht fermerët shkojnë për të ndjekur epizodet e prajmeve, dhe mendoj që do të jetë diçka e bukur, por tek Mimoza do të jep edhe një shkëlqim shpirtëror edhe më të mirë, gjë që në fakt do ta bindën Mimozën sonte, do të thonë me lëvizje që do të bën Arbana dhe nëse i tregon dhe përqindjen e votave, do ta bindën Mimozën që është fituese. Nuk e pres që Romiri do ta pret mirë, shoh një lloj inati, një lloj mlefi tek Romiri, një lloj pasigurie, një lloj xhelozie, një lloj urrëtie dhe kështu që mendoj që Romiri do të agresohet pak me Mimozën në ditët në vazhdim, edhe si java e fundit nuk pres që të jetë një javë e qetë. Surprizat me patjetër që nuk do të ndalojnë për fermerët të cilët tashmë nuk kanë marrë një surprizë, do me thënë deri më tani pa surprizë ka mbetur Klevisa, një surprizë të mundshme ndoshta do të ketë dhe Sara, sepse bashkëshorti i Sarës në atë kohë kur hyri brenda në fermë vetë kishte kërkuar që të jetë pjesë e fermës për t'i dhënë një mesazh Sarës, dhe mendoj që do të jetë një nga netët më të bukura dhe më dinamike. A do të ketë sonte një eliminim? Me patjetër që sonte do të ketë një eliminim dhe mendoj që rrugtimin e saj në fermë do ta mbyll Klevisa, pasi që ka hyrë shumë vonë dhe nuk ma merr mendja që vllau i madh pas daljes së Kostanës, pas daljes së Zhaku do të çon Klevisën në finale. Do me thënë sonte nata, prajmi komplet është i përkushtuar vetëm tek Mimoza Ahmeti, tek Romiri do të ketë surpriza, do të ketë momente të bukura për të dy banorët të cilët tashmë janë në një televotim. Televotimi nuk do të mbyllet me njëherë sa po të hapet prajmi, do me thënë televotimi do të vazhdon, do të jetë edhe pak gjatë prajmit, dhe më pas Arbana Osmani do të shpall finalisten e parë, që unë jam shumë i bindur që do të jetë Mimoza Ahmeti. Mimoza është pak në siklet, e kam parë edhe ditën e sotme, është pak në siklet, është në pikpyetje nëse do të jetë finalistja e parë apo nuk do të jetë finalistja e parë, si do të merr fati i saj, por unë e di që Mimoza do të shëndris në ditët në vazhdim në fermë, sepse do ta ketë këtë forcën edhe epitetin e finalistit të parë. Unë ju uroj vetëm të mira, dua të marr mendimin tuaj se si ju e shikoni në fakt këtë luftë të sonte dhe çfarë prisni se mund të ndodhë nga ana e produksionit. Dua të marr mendimin tuaj në koment.